është koha që të ndahet kënga më e mirë e këtij viti. E për të ndarë këtë çmim, ftoj një producent të televizionit të Maqedonisë, programit në gjuhën shqipe, Avni Qahili. Urime Alba, shumë e mirje. Të dashur miq, Zhurma Show e kam përcjell që nga fillimi, herë si gazetar, herë si bashkëpunëtor, herë si prezantues, dhe të arrihet në kushte të këtilla, në kushte shqiptare, 10 vjetori është punë shumë e madhe. Andaj sonte erdha me shumë dëshirë, me shumë vullnet në këtë manifestim dhe do t'ju marr shumë pak kohë me që të gjithë jeni bashkëpunëtorët e mi, falin ato tjera që s'më njohin. Unë nisa prej Shkupit. Edhe rrugës përgatitja një koncept të vogël për këtë prezantim timin. Bile desha t'ja kaloj Resul Sinanit, po çka ndodhi. Kalojmë kufirin Maqedon, Polic Maqedon. Na kaloj, vim kufirin Kosovar. Ishte një shenjë stop. Asnjë makinë s'ndalesht aty, edhe ne s'u ndalëm. Po na erdhi një polic duke bërtit, duke na sha, duke na ofendu, duke na I marr pasaportat dhe duke na dënu. Edhe unë harruava tekstin se çka duheshte të them. Andaj shohim se kush është kënga më e mirë. Best song. Dhe best song me ishte mi të dashur është Blunt and Real One Fit Ledri Vula. Vera dhe kjo tjetra, nëse ndonte, vera dhe vjetra. Qiki, tiki, na pinave stiki, do me këcin takt, do më kone sak, e niki, tiki, na pinave stiki, do pinton e kisha butu. Urime suksese, kupa është për ju edhe mikrofoni. Faleminderit shumë se kemi pritur çmim rill. Faleminderit shumë juve gjithë dhe për çmimin. Faleminderit Zhurma Show, Ziko, faleminderit Arkiva Shqip, Alba, what's up? Me të gu drejtas na se kena prit këtë çmim, po faleminderit shumë, faleminderit Kate dhe përshëndesim Kate, faleminderit. Faleminderit